Një delegacion i kryesisë së Bashkisë Islame të Kosovës, i udhëhequr nga kryeimami i Kosovës Vedat Sahiti, ka qëndruar të diele në Medvezh, me që rast vizituan banorët e saj dhe fshatrave përreth, për t'u informuar për mbarvajtjen e jetës fetare në këtë pjesë dhe në veçanti të muajit të Ramazanit. Kryeimami së bashku me dekanin e Fakultetit të Studimeve Islame, Islam Hasanin, drejtorin për botime dhe shtyp Ramadan Shkodra dhe imam nga Prishtina vizituan fillimisht xhaminë e fshatit Topall, xhami kjo e cila u vlerësua në Riyadh për arkitekturën islame. Kryeimami Sahiti mori pjesë më pas në iftarin tashmë tradicional që shtrohet në Medvezh me banorët e kësaj pjese, po në xhaminë e fshatit të Sjarinës, kryeimami Sahiti mbajti një ligjërat për natën e Kadrit dhe begatit që sjell kjo natë. Kushdo që në atë natë bën vepra të mira, atë është Gjibrili alayhis salam e shohin melaqet dhe ajo natë është paq për gjithë besimtarët. Dashur Zoti që edhe ne në këtë 10 ditë të fundit përfitojmë nga mirësitë e të mëdha të Zotit, nga që mirësitë e Tij sikur asnjëherë në këtë muaj të Ramazanit dhe në 10 ditën e fundit, Allahu xhaleshanu lëshon rahmet, lëshon bereqet, lëshon magfiret mbi besimtarët. Vizitat e tilla nga kryesia e Bashkisë Islame të Kosovës u çmuan dhe vlerësuan edhe nga imami i xhamisë së fshatit Sjarin dhe besimtarët atje. Sonte kam nderin dhe privilegjin më të madh që në mesin tonë ta kem këtu kryimamin e Bashkisë Islame të Kosovës me bashkëpunëtorët e tij. Organizatorët shprehen të lumtur për organizimin e këtij iftari të përbashkët për të fuqizuar atmosferën e Ramazanit, veçanëse numri i banorëve atje është zvogëluar dukshëm. Këtu në vendindje është shumë edhe ma dëshira e madhe, ku kemi lind, babgjysh, e stërgjysh. Prandaj unë jam i kënaqur mas pari me ta që kanë përgjigjë ftesës, të gjithë edhe kryeimami edhe hoxhallar tjerë. Përfaqësues të shoqatës humanitare Bereqeti gjatë qëndrimit në Medvezh shpërndan pako ushqimore për rastet me gjendje të rënduar ekonomike. Po ashtu, delegacioni i kryesisë së Bashkisë Islame të Kosovës vizituan edhe fabrikën e tekstilit, e cila së fundmi ka kaluar në pronësi të një biznesmeni shqiptar.